Besoj se të gjithë lexuesve ju kanë bërë përshtypje jo vetëm lidhjet midis Robertit dhe Minës ose Serenës dhe Iliotit, por edhe Bridgetit edhe Rinit ose Alanit edhe Julesit. A do të shikojmë në librat në vazhdim dy çiftet e fundit të jenë të lumtur? Edhe ka mundësi të rikthehet Julesi në skenë. Këtë e pyetje unë. Në fakt për mua nuk kishte në asnjë moment, isha 17 vjeç, ishte viti 2014, kur fillova ta shkruaja librin, dhe nuk kisha asnjë lloj problemi ose asnjë lloj kompleksi, po e them, që të përfshija në libër personazhe si Erini, Bridgeti, Alani dhe Julesi. Madje më dukeshin personazhe shumë më interesant në disa drejtime se sa edhe personazhet kryesor. Mendoj se në ditët e sotme ne jemi shumë të bezdisur nga fakti që çdo gjë është bërë një diskurs ideologjik, politik, gjithçka duhet jetë politikisht korrekte. Unë nuk isha ndërmend të isha politikisht korrekt. Është e dukshme që në fundi i papritur i Julesit, po ishte thjesht diçka që unë e ndjeja se ishte gjëja e dur për tu bërë. Domethënë ke një popull si të përzier, ka shumë krijesa magjike, pse nuk do kesh personazhe si Erini, Bridgeti, Alani dhe Julesi.